12 tetor, nesër është Columbus Day. Fal presidenti Trump, kjo ditë do të festohet përsëri. Fitore madhështore e Shqipërisë në Serbi. Nuk e kuptoj çdo një figurë mediokre provinciale si Taulan Balla në dhomat e çfeshjes së kombëtares. Por të paktën nuk ishte si vllai Vučić, Rama nuk ishte në stadium. Për mendimin tim, kombëtarja i është larguar në mënyrë skajore kompleksit të inferioritetit që ka politika shqiptare dhe prezanton me nivel, me cilësi realisht një komb që kërkon të ngrihet në çdo sferë. Natyrisht që duhen uruar të gjithë, por e them edhe një herë, turp për figura politike të cilat urrejnë në Shqipëri të hyjnë tek dhoma e zhveshjes. Ç'po ndodh këtu në SBA? Presidenti Trump 2, po shfaqet si Teddy Roosevelt. Le të flasim për pushtetin presidencial. Mund të jetë i dëmshëm në të dy anët dhe si një Amerikan besnik ju duhet mendoni për këtë sepse ndikon drejt për drejt mirëqenien tuaj. Në mandatin e tij të parë, Trump luajti lojën e zakonshme të shtëpisë bardhë derisa humbi zgjedhjet. Pastaj shpërtheu gjithçka. Por gjatë 4 viteve që ai pushtoi zyrën ovale, Trump ishte një udhëheqës mjaft standard që përpiqet i bënte gjërat në mënyrën tradicionale. Ai u shkatrua. Kartelet e drogës meksikane dhe të Amerikës Jugut, asnjë lehtësim. Dobësim në Europë i përshpejtuar. Emigracioni i paligjshëm, Kongresi nuk do të ndante para për të ndërtuar një mur. Krimi në përqendrat e qyteteve shpërtheu pasi prokurorët e majt refuzuan të zbatonin ligjin. Çmimet e ushqimit, benzinës, në fillim të qëndrueshme, por përfundimisht Covid shkatroi sistemet e shpërndarjes. Kina dhe Irani bën pothuajse gjëra të këqija sipas dëshirës. Pastaj erdhi katastrofa Joe Biden. Pothuajse gjithçka u përkeqësua në Amerikë, veçanërisht inflacioni, emigracioni i paligjshëm dhe krimi i dhunshëm. 4 vitet e zotit Biden dëmtuan rënd SBA-n, por dhe botën e lirë. Keqbërësit u tërbuan ndërsa Biden flinte. Amerikanët e vunë re kaosin, ndaj Trump u rikthye, por këtë herë me hakmarrje fjalë për fjalë. Ne të gjithë e pam, si qytetar privat, Trump duroi një përpjekje të koordinuar për të shkatruar veten dhe familjen e tij. Ai duhet shpenzonte $100 miliona për të mbrojtur veten. FBI, prokurori i përgjithshëm, aparati i sigurisë kombëtare dhe veçanërisht media u përpoqën ta rrezonin. Tani është raundi i dytë. Trump beson në dy gjëra mbi të gjitha. Sa i vet duhet vendos drejtësi duke ndryshuar kombin në këtë proces. E dyta, ai ka fuqinë kushtetuese për të ndrequr padrejtësitë ashtu siç ishte ai. Prandaj zoti Trump po bëhet një burr i fortë. Ai nuk ka nevojë për burokracinë. Do të krijojë politika dhe llogaridhënie, jo një sistem që lëviz ngadalë, mbushur me ideologji fanatike. 2 presidentë të tjerë kanë bërë pothuajse të njëjtin gjë me zotin Trump. Andrew Jackson dhe Theodore Roosevelt. Të dy e urrenin politikën partijake dhe përdorën presidencën si një çekiç. Roosevelt në veçantë ishte një njeri i veprimit. Ai vetëm rrëzoi ata që quanin baronët grabitës, të tmerrshëm shumë që po brutalizonin punëtorët amerikanë. Teddy usul kundra JP Morganit, Rockefeller dhe të tjerëve pavarësisht kundërshtimit të ashpër nga establishmenti. Gjykata Supreme në fund vendosi në favor të tij dhe i zhduku monopolit, por ishte një luftë e fortë. Trump është në të njëjtën rrugë. Për më tepër, Teddy përdori pushtetin e tij populist për të sekuestruar miliona hektar tokë dhe për t'i kthyer ato në parqe kombëtare. Si zyrtar qeveritar, nëse kundërshtoje plakun Theodore, papritmas merri një rrezik të madh. Kthehemi në ditën e sotme. Perspektiva e ndershme është e rëndësishme. Merrni parasysh këtë. Sikur Kamala Harris të ishte presidente. A do të ndodhin këto? Kontroll total i kufirit jugor. Rritje e prodhimit naftës që do të çojnë çmime më të ulta të gazit.
NATO që rrit shpenzimet ushtarake për të zbutur Putin. Aftësitë bërthamore të Iranit shkatrohen. Marrëveshja në Gaza, kontrabandistët e drogës në sulm nga ushtria amerikane. Shpenzimet pa nevojshme qeveritare të ekspozuara, ulje taksash, mundësi për të zbutur tensionet me Kinën që do të dobësonin aktivitetet kriminale të Putinit. Shtypja e krimit në Washington DC. Unë them me përullësi se asnjë nga këto gjëra nuk do të kishte ndodhur nëse Kamala do të shkonte të banonte Shtëpinë e Bardhë. Në vend të kësaj mund të ofendonte gjithë Amerikën, por presidenti Trump po i rrethon armiqtë e tij dhe ky mund të jetë tejkalim i pushtetit ekzekutiv. Edhe Putini. Por është e vështirë që të ndihesh keq për Comey, Tish James, Adam Schiff, të cilët besoj se nuk janë ndërmjetës të ndershëm. Andrew Jackson mund të kishte qelluar në duel. Le të shpresojmë se presidenti Trump e kupton që dueli nuk lejohet më. Por a ka drejt Trump? Ka. Por para 3 ditësh kisha një intervistë ekskluzive me ambasadorin Bolton. Janë bërë 2 pastisje në shtëpi dhe në zyrën e tij, dhe në zyrën e tij janë gjetur disa dosje ku shkruhet secret, sekrete. Ai nuk foli sepse është çështje gjyq, por nga burime që kam në Maryland, prokuroria në detyrë me urdhra nga zoti Trump dhe nga prokurorja e përgjithshëm ose ka kërkuar ose do të kërkoj në një juri të madhe që të ngrihet akt padi ndaj zotit Bolton. Duhet të jemi realisht për diçka. Në qoftë se dikush, qoftë ky ish drejtori i FBI, qoftë këshilltari i sigurisë kombëtare Bolton, miku im dhe i Focus, i cili ka qenë ndihmës i prokurorit përgjithshëm, nën sekretari i shtetit, në qoftë se kryen veprime ndaj të cilave një Amerikan i thjesht do të dënojë, duhet pranojnë hetimet dhe gjykatën, dhe në qoftë se fitojnë drejtësi, kanë të drejtë ta mbajnë kokën lart. Nga e majta, kjo shikohet si luftë politike e zotit Trump. Sa jo thash që Trump si Andrew Jackson, më i mirë me armiqt, më i keq me miq, dhe si Roosevelt që ka dalë tërësisht kundër establishmentit. Me të gjitha ato që i bën zoti Trump, duke dashur ta burgosnin, madje ai në records është i dënuar, ai do ta kmerrë. Kto i tha haptas në fushat dhe askush nuk ka pse të habitet e të çuditet me këto që po ndodhin. Por për një Amerikan të thjesht nuk ka shumë rëndësi në qoftë se do dënohet Comey apo prokurorja e përgjithshme e New Yorkut, I don't care. Natyrisht që në sytë e të majtës Trump portretizohet si fashist, tiran, Hitler, mediokër dhe me problemet mëdha shëndetësore. Në këtë përplasje të madhe të medias, media tërësisht është kundër zotit Trump. Edhe Fox News, pronë e Murdoch, punon me dinakri. Në gazetën e tij më të madhe të djathtë, Wall Street Journal, ai e shkatron Trump. Në faqen në internet Fox News Digital gjithashtu. Ndaj dhe Trump ka dalë që I hate Fox News, janë disa emisione që janë propagandë për zotin Trump, emisionet në orën 7, 8 dhe 9 me Hannityn, të cilat kërkojnë që të fitojnë miliarda dollar nga reklamat. E majta është tërësisht kundër tij. Çka ndodhur me marrëveshjen e Gazës, që potencialisht mund dërgojnë paqe. Sipas të majtës, çdo gjë është për miliardat që do të përfitojë një figurë mediokre si Kushner dhe duke mikluar zotin Trump. Në Gaza, Izraeli ka bërë masakër, genocid. Është shkatruar 85% e Gazës. Trump, sipas të majtëve, nuk e ka ndaluar Netanyahu që të bënte këtë shkatrim dhe vrasje rreth 60.000-70.000 vet. Është futur në lojë Kushner, i cili ka marrë miliarda dollar investime nga Katari deri në sazanin e lindës Ramës, dhe Katari ka kërkuar që ne bijmë dakord për paqe mbas sulmit që Netanyahu bombardoi atje, në qoftë se Netanyahu pranon të rriqet.
duhej bindër doni madh, Trump. Sipas majtës këtu, Kushner, personi që ka dështuar dhe falimentuar disa ndërtesa në Manhattan, por që ka qenë pjesë administratës lartë dhe ka lidhje sidomos me Katarin, i ka thënë Trump që është ai medali i artë Nobel, në qoftë se ti bind Netanyahu dhe e bëjmë për këtë javë, ti do marrë çmimin Nobel. Megjithatë, suksesi, në qoftë se arrihet paqja, i takon zotit Trump. Nuk mund të merrte çmimin Nobel këtë vit, sepse siç ju kam thënë, mos dëgjoni mendimtarët e mëdhenj shqiptar që s'din asgjë, që të marrësh Nobelin, që është institut privat në Oslo për paqen, duhet të jesh nominuar brenda 31 janarit të atij vitit që ti kërkon të marrësh Nobelin. Dhe Bolton më tha që Trumpi kishte vetëm 10 ditë president. Mirë po, Obama në vitin e parë në të njëjtën kohë ka marrë Nobelin. Kjo tregon që bordi me 5 vetë në Oslo janë pro wokizmit, pro të majtës liber. Fundit është institucion privat. Ajo që nuk ishte normale, ishte lobimi i madh dhe kërkesa thuajse me detyrim nga presidenti Trump, nga gjithkujt që vinte për të nënshkruar një marrëveshje në Shtëpinë e Bardhë që ta propozonin për çmimin Nobel. Ideja që ka ndaluar 8 luftra u mor tejësisht në mënyrë tallëse deri te lideri i lindjes librit Kamala Harrisit, por faktikisht Iranin me Izraelin e zgjidhi me bombardim. Pakistanin me Indinë, edhe pse indianët thonë jo, shefi inteligjencës Pakistanit erdhi urgjent në Washington. Armenin me Azerbajxhanin, jo me Shqipërinë, i ulin tryezën e bardhë. Konfliktet e Kambogjës nuk është thjesht Trump është forca, është shtëpisë bardhë. Por ideja e miklimit të çmimit Nobel ka qenë dhe me kafshimin e trojeve tona të Kosovës, kur e patën bindur që Vučić, Rama edhe Trump mund të marrin një çmim Nobel. Unë besoj se vitin tjetër Trump do të jetë kandidati kryesor. Edhe pse në Oslo janë të majtë. Ju thash dhe njëherë në fillim të emisionit që është si Roosevelt kundra establishmentit. Kami është në gjyq. Prokuroria e përgjithshme e New Yorkut është në gjyq. Ka shumë gjaza që këtë javë të shkojë dhe ambasadori Bolton. Senatori Schiff gjithashtu, ajo që na intereson është Soros dhe McGonigal. Nga burimet që kam, McGonigal e kanë marrë 3 herë në intervistë në qelinë e tij për të zbuluar fakte të reja dhe për të rehapur dosjen. Do të hapet ajo e New Yorkut apo do të ketë gjasa dhe Washingtonit? Në Washington është zhytur thellë kryeministri Rama. Dumani është njeriu i Ramës. Ai ka mbajtur peng hetimet e dosjes në Tiranë, krimin e madh që ka bërë McGonigal aty. Taktika që po përdor zoti Trump për të prangosur Sorosin dhe djalëvajzën e tij është duke përdorur një ligj të vitit 1938 kundër fashizmit, FARA, pra duhet të regjistrohet si agenti huaj kur kryen politika në Amerikë. Sepse Soros, organizatët e tij nuk janë të regjistruar si agent huaj dhe veprojnë pa treguar investitorët dhe listën e donatorëve. Duke u regjistruar si agent huaj mbas memorandumit zotit Trump, sipas një portali jo shumë të madh, Washington Examiner, do të dalin edhe pisligjet e Ramës me djalvajzën Aleksat Soros dhe dëmin e madh që Soros ka bërë në drejtësinë në Shqipëri. Në qoftë se ky kalon, pra e ndryshon me ligj ekzekutiv, do të zbërthehet organizata Soros. I është dënuar 6 prokurorëve në 6 shteteve të ndryshme për të shkuar tek Juria e Madhe për të bërë akt pa ditë dhe për të arrestuar Sorosin plak dhe djalvajzën e tij. McGonigal është i arrestuar. Por duke rihapur gjyqi, do të dilnin me qindra e mira faqe nga hetimi, që ka qenë 8.000 faqe, mos dëgjoni mendimtarët gjoja në Shqipëri që thonë që dosja është 16 faqe dhe Rama përmendet 13 herë, aq ka qenë akt akuza 16 faqe. E njërit gjyq në New York
në Washington ka akt pa dy tjetër. Në qoftë se doni, hyni në internet, në kanalin ton në YouTube, Bertpapa youtube.com, ose të Gazeta Sot që i ka zvarur të gjitha, çfarë kemi thënë 2 vjet për dosjen McGonigal, kemi qenë më të saktët. Do të kem përsëri përmes aksesit si atashuar pranë Departamentit të Shtetit të Qendra Medias huaj për të përditësuar dhe për të sjellë diçka që mund të sillte përgjigje për plasje të madhe. Në lidhur me kartelet e drogës, Don Bongino ka hetuar në kohën që ka qenë si gazetar portin e Durrësit, lidhjet e Ramës, dhe jo më kot këto portale edhe shumë të mëdha si Washington Examiner e kanë cilësuar si narkoshtet. Personalisht nuk më vjen mirë që shteti im, AM, të cilësohet narkoshtet, as kryeministri Rama. Po kur faktet janë klithëse, uluritëse, çdo gjë duhet zgjidhet në të mirat të vendit që duam apo s'duam, nuk kryen dot as rotacion, as përmbysje të asaj klase politike të ndërthurur keqas me krimin, nuk e bën dot përmes votës. Por nuk jemi vetëm ne. Janë vende me kulturë më të madhe, Hungaria, Turqia, ku është bllokuar sistemi zgjedhor. Orban dhe Erdogan dihet sa vite kanë. Nuk duhet lejuar Shqipëria në këtë lloj gjendjeje, ku tallen me kushtetutën, të cilën opozita nuk e ka njohur dhe ka pasur drejtë se është përpiluar nga grekët, ku tallesh me kandidatët, me deputetët mediokër që fut, dhe nuk pyet askënd, duke ndërtuar si thuhet pa leje edhe tek ngjitur me stadiumin i Shqemel Stafa, ku kastrati po ndërton pranë Hiltonit, që u bër shkele që në fillim kur lejua nga demokratët tek parku kombëtar, e jo më skandaloze tani, dhe Rama sjep llogari ndaj askujt. Është trembur nga vrasja e gjyqtarit. Duket qartë. Nuk urojmë vrasjen e askujt, nuk duam që të mbështetet askush që kryen vrasje, por mos u dukni të habitur, sepse edhe këtu në Amerikë personi që vrau një drejtues ekzekutiv të siguracioneve shëndetësore mori me $100,000 donation dhe shumë nga brezi i ri wokist e mbështesnin. Kjo ndodh në një shoqëri ku mjetet sociale kanë krijuar një realitet tërësisht ndryshe nga ajo që është reale dhe nga kodet morale. Shpresoj që edhe në Shqipëri platforma e djathës afruar nga Trump dhe Rubio t'i japi rezultat. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.